përgjigjen. Ndërkohë lexojmë pyetjen e radhës. Një televizionist pyet: Unë i lutem Zotit thot për diçka, por Zoti nuk më pranon lutjen. Ku qëndron problemi në lidhje me këtë? Për sa i përket lutjes së Allahu subhanahu wa taala, mund të themi se lutja që me të cilën i drejtohet besimtari Allahut të lartësuar është një nga adhurimet më kulminante që besimtari mund t'i kryej ndaj Allahut të lartësuar. Ashtu si thot edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith se lutja është arma më e fuqishme, arma e besimtarit. Do thot arma e besimtarit. Zakonisht do thot kur përdoret fjala armë, kuptohet diçka që me të cilën njeriu do thot mbrohet, me të cilën njeriu arrin sukses e kështu me radhë. Kjo është për qëllim. Prandaj edhe lutjen të cilën besimtari e drejton ndaj Allahu subhanahu wa taala e ka një armë të fuqishme me të cilën do thot realizon suksesin të cilën e synon. Prandaj pika e parë të cilën e përmendëm në këtë përgjigje është ajo se besimtari duhet ta kuptojë se adhurimi është lutja është një adhurim shumë i rëndësishëm, thelbësor për besimtarin. Nëse e kuptojmë këtë, atëherë gjithashtu duhet ta kuptojmë edhe atë se Allahu i plotfuqishëm është i gjithdijshëm dhe njeriu pa marrë parasysh se sa ka mundësi të gjykojë gjërat, edhe sa është i aftë në këtë, megjithatë duhet ta kuptojë se nuk e ka aftësinë edhe nuk e ka mundësinë ta kuptoj drejt se çfarë është e mirë për të në të ardhmen edhe çfarë nuk është e mirë për të në të nesërmen. Prandaj edhe për këtë Allahu i lartësuar na tërheq vërejtën me një ajet ku thot: "Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum." Thot Allahu i plotfuqishëm, dhe ka mundësi që ju të mendoni të urrejni diçka, ajo është e mirë për ju. Dhe gjithashtu ka mundësi që ju diçka të keni dëshirë, ta dëshironi një gjë, por ajo është e dëmshme, e keqe për ju. Ky ajet është bazë, është thelb, është një gjë nga e cila duhet gjithmonë ta vlerësojmë ardhmërinë tonë. Duke u nisur do thot nga kuptimi i këtij ajeti. Ne shumë gjëra i vlerësojmë në llogarinë tonë se janë të dobishme për ne edhe duhet t'i veprojmë ashtu, apo të them më mirë kem dëshirë që ne të realizojmë ato, por në esencë ato mund të jenë të dëmshme për ne. Mund të shkojnë do thot në dëmin ton. Prandaj edhe në lutjet tona që me të cilat i drejtohemi Allahut të Madhëruar, duhet ta kemi parasysh këtë. Ka mundësi njeriu ta marrëm pak më drejt për drejt edhe më qartë. Ka mundësi për shembull njeriu që një i ri, një djalë i ri për shembull ta martoj një vajzë të caktuar, edhe mundohet tenton do thot ta realizoj atë fejes apo martesë, bën dua tek Allahu i lartësuar, edhe i realizon, i lutet Allahu subhanahu wa taala që ta mundsoj bashkimin me atë vajzë, po në fakt është e mundur që realizimi i kësaj mos jetë në dobi të tij. Pa marr parasysh do thot se cilat janë ato shkaqet apo arsyet që ndikojnë në që ky përfundim do thot të cilën e dën ky i ri të jetë e hajrit për të. Për këtë i themi do thot këtij pyetësi që ai të vazhdojë në lutjen e tij. Mirë, po ta ketë parasysh se të mbështetet në Allahun e lartësuar, ti drejtohet atij në formën duke qenë do thot duke i mbështetur atij edhe duke thënë: o Zoti im, o Allah, nëse ti e sheh të hajrit, nëse ti e sheh do thot se kjo vepër, kjo punë është e mirë, atëherë ma mundso mua, ma lejo do thot që të ndodh kjo me mua. Atëherë nëse kjo punë të cilën unë e shoh që është e mirë për mua, nëse është e keqe, është e dëmshme për mua, atëherë më largon nga ajo punë. Prandaj muslimani duhet me pas besimin në ato gjëra të cilat i mundohet të realizon, mirë po nuk arrin të realizoj, prap duhet me pas mendim të mirë edhe me i shiku, me i gjyku ato se janë në dobin e tij. Për arsye se Allahu është mbikëqyrës i tij, edhe Allahu i lartësuar ja do të mirën robit e tij, ja do të mirën edhe nuk ka dëshirë me e pa atë do thotë në vështirësi, edhe me e pa do thotë diçka që i ndodh në dëmin e tij. Për këtë edhe i dërguari i Allahut na e ka mësuar neve një praktik të cilën madje thuhet se shokëve të tij, sahabëve të nderuam, u mësonte do thotë që ta praktikonin si çdo vepër, si çdo do thot adhurim tjetër. Fjala është do thot për namazin e istiharës.
Namazi i istiharës është një namaz të cilën besimtari i bën 2 rekate, nëse ballafaqohet apo është përballë një pune për cilën është në dilemë apo është interesum ta realizoj, por nuk është i vetëdijshëm, do thot nuk di se çfarë të zgjedh, apo edhe nuk është i sigurt a është e dobishme apo i dëmshme për të. Do thot është në një lloj udhkryqi, prandaj për të preferohet që ti fal 2 rekate namaz nafile, domthonjë sikurse çdo namaz tjetër, pastaj pas këtij namazi ta këndoj, ta lexoj duan e istiharës, po e përmendi edhe një herë është edhe në librin Buroja muslimanit, aty do thot mundet me gjet shikuesi edhe me lexu apo me mësu këtë lutje, edhe kuptimi i kësaj lutjes e shtyn besimtarin ta kuptoj shumë qartë çështjen e mbështetjes ndaj Allahut të Madhërum, për arsye se domethënia e kësaj lutje është shumë e madhe. Prandaj po them edhe një herë, besimtari nuk duhet të zhgënjehet nëse vazhdon e bën një lutje ndaj Allahut të Madhërum, nuk i lejohet atij që nëse ajo lutje nuk i realizohet të ketë apo të fitoj me një fjalë kuptim të keq ndaj Allahut të Madhërum, edhe të mendoj se kjo nuk është duke u realizuar për të, për arsye se Allahu nuk pia don të mirën apo kështu diçka, për arsye se kjo nuk është nuk guxon do thot të shkoj do thot në këtë pikë besimtari. Muslimani duhet me pas parasysh, me pas mendim të mirë ndaj Allahut të Lartësuar, edhe me ditë se Allahu xhalla wa ala është i mëshirshëm ndaj tij. Vërtetohet një hadith që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një rast ka qenë në një betejë, masi që kishte përfunduar betejë, atëherë njerëzit do thot ishin grumbullu afër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në betejë, do thot në fushën e betejës, edhe papritmas atje në një anë e shohin një grua e cila do thot dukej sikurse të ishte e çmendur, edhe do thot bërtiste edhe nxitonte este shpejt në përfush betejë. Atëre krejt nga ajo zhurma që thirrja që bënte kjo grua, të gjithë filluan të kthehen nga ajo dhe të shohin se çfarë po ndodh. Ndërkohë ajo duke bërtit edhe duke thirrur edhe duke ecur, afrohet në një vend edhe gjen foshnjën e saj. Edhe merr atë foshnjë edhe qetësohet me një vend, si e gjen atë foshnjë, qetësohet, e merr afër vetes edhe fut në gjy foshnjën e saj, edhe qetësohet ajo femra. Edhe krejt çuditën, edhe kuptojnë se ajo gruaja nuk paska qenë e çmendur, edhe nuk paska pas një problem, po do thot e ka humbur kontrollin për shkak do thot të humbjes së foshnjës, edhe pasi që e paska gjetur foshnjën që ka qetësuar. Atëherë i dërguari i Allahut e shfrytëzon këtë situatë edhe u drejtohet shokëve të tij, sahabëve të nderuam, thot apo e shihni këtë grua, këtë nën e cila interesohet për foshnjën e saj, edhe është e mëshirshme për këtë foshnjë, se sa e mëshirshme është për foshnjën e saj. Atëherë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thon, po o i dërguar i Allahut. Atëherë thot, atëherë dijeni se Allahu i Madhërum është edhe më i mëshirshëm për robën e tij, edhe më i mëshirshëm se kjo grua për foshnjën e saj. Prandaj ky hadith shumë qartë na e bën neve të kuptojmë se sa e madhe është mëshira e Allahut ndaj robit të tij. Prandaj besimtari nuk guxon në asnjë moment, në asnjë çast të ketë kuptim, që të ketë mendim të keq ndaj Zotit të tij. Ta ketë parasysh se edhe një punë ndoshta që e kishte dëshirë ai, po nuk i është realizuar ajo, le ta di se ajo mund të ketë qenë për të mirën e tij, ashtu siç thot Allah i Lartësuar në ajetin të cilin e përmendëm pak më lart, por ai ka mundësi që nuk e kupton dëmin e asaj, ose ndoshta ka mundësi do ta kuptoj, po jo në atë moment, mund ta kuptoj ma vonë, do thot kur ma vonë kur ndodhin do thot kur kalon një kohë e caktuar, thot subhanallahu, unë kërkoja këtë punë, por ma hajër paska qenë do thot që mos realizohet. Kështu na ka ndodhur, do thot, edhe i ndodh njeriu ndoshta shpesh herë që secili prej neve na ka ndodhur që ndoshta të kemi pas dëshirë të realizojmë diçka, por nuk na është realizuar. E më vonë pas një kohe të caktuar, do thotë të kem kuptuar se ajo paska qenë më hajër që nuk qenë ka realizuar. Allahu e di më së miri.